Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion. Rikthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar fakt mbi zhvillimet e ngjarjeve të fundit. Në fakt, ditën e sotme edhe për shkak të angazhimeve, por edhe për shkak të mënyrës së jetesës, kanë bërë disa momente pushim, por rikthehem sot për diskutuar një nga temat më të rëndësishme. Në fakt, në Partinë Demokratike, Sali Berisha po rikonfirmohet kryetari i saj. Një zgjedhje apo një garë pa një kandidat, i vetmi kandidat zoti Berisha, nuk ishte asnjë kundërshtar përballë dhe sikur mos mjaftonte gjithë kjo situatë, zoti Berisha tha ndër të tjera që edhe partitë si motra në Europë zgjedhin të njëjtën procedurë ose mjaftojnë dhe e mbyllin me një duartrokitje, kurse ne zgjodhëm një qasje akoma më demokratike dhe vetë edhe deputet Partisë Demokratike kanë folur për një referendum. Referendum që pritet të mbyllet, por me sa duket fituesi është shpallur. Për diskutuar mbi gjithë këto ngjarje, çfarë ndodh Partinë Demokratike, çfarë ndodh me ardhjen e ambasadorit amerikan i cili është një ish general, çfarë ndodh konkretisht me korrupsionin e qeverisë Rama. Kam kënaqësinë të kem në studio avokatin e njohur tashmë Romeo Kara, avokat, përshëndetje. Përshëndetje Ermal. Avokat, faleminderit për kohën tuaj, të doja ta nisi me njerë si e pat të gjithë këtë zhvillim, të gjithë të ngjarje. Si duket tani, se ti tani unë të pyes edhe si njeri në fakt që i ke pasur fillimin të Partinë Demokratike. E kishe menduar këtë ditë? Unë nuk jam zhgënjur dhe e kam menduar përderisa shpejt pas zgjedhjeve të vitit 92 jam larguar nga parti, pikërisht prej këtij personi, prej frymës që ai mbolli dhe prej një perspektive anormale që dukej që në fillimet e qeverisë së tij. Pra aspiruan për demokraci, aspiruan për liri, dinjitet e progres, dhe në fakt partia që lindi si e tillë, si shpresë për shqiptarët, edhe sot pas 36 vitesh, nuk ka liri, nuk ka demokraci, nuk ka respektim të standardeve, dhe pas kam pasur drejt europianët që në vitin 91 më thonin jemi skeptik. Fillimisht punuam, ndërtuam një organizëm rinor në atë kohë, që e futum shpejt endemik, dhe më thënë e kemi futur Partinë Demokratike në unionet e djatha nga Penxherja dhe jo nga Dera. Fillimisht është antarësuar pjesa e rinisë, pasi pjesa atyre që ishin senior në atë kohë, po gjithsesi më të ri se unë sot, ishin të pabesueshëm për Europën, pasi ishin komunistat pa provuar pushtet. Me keqardhje them që komunisti me tesër 10-86-90 qëndron si e vetmi alternativë, fatkeqësi për Shqipërinë, që nuk po arrit dot të prodhojë një opozitë, fatkeqësi për PD-n dhe për historinë, që ky person që është antarësuar në Partinë e Punës në 8 nëntor të vitit 1968, ngel si e vetmi alternativë. A thua se kjo parti ka shtëruar dhe nuk njeh dot më horizonte e perspektiva të reja, po është limitizuar tek Berisha dhe vetëm tek Berisha. Mendoj që ra poshtë sot, ka rënë poshtë e gjithë narrativa e ngritur në vitin 2021, e cila u nxit nga shpallje non grata nga Departamenti i Shtetit në 19 maj të vitit 2021, që u pasua me një non gratë britanike, kjo narrativ rap, dhe u pasua pastaj me një rikthim Berishës që po rikthej për dinjitet dhe për votën e lirë dhe vetë brenda PD-s. Për votimin antarësisë e tjerë, me foltore e me primare, dhe sot ajo raposhtë. Pra, Avokat, e gjithë propaganda, demagogjia e fundit, raposhtë. Unë nuk e di çfarë ka fituar PD-ja sot. Besoj e ka provuar fatin e saj me Berishën deri tani. Dhe nuk e di çfarë pret fitoj me Berishën. Pra, e pranuan
në gjuhën e thjesht shqipe kjo është maskarat politike. E pranuan, nuk e di çfarë do fitojnë 2027 me Berishën edhe 2029. Avokat, qofse që ndërmë të zhvillime, juve ju kujtojnë edhe diskurset e ashpra të Sali Berishës ndaj Enver Hoxhës, ju kujtojnë deklaratat e forta. Sot, si e shikoni gjithë trajektorin e tij politike? Është distancuar në mundësi nga Enver Hoxha, apo ku lufton një kundërshtar ke gjasa të bësh si ai? Si e ke parë gjithë të proces? Unë mendoj që ai dhe Rama bashkë tentojnë të kompjojnë Enverin dhe kanë zili Enverin për arritjet e tij, se ka pasur disa arritjet, pak në ndërtimin e shtetit. Shtetet janë disa llojesh, mendoj që si njëri tjetri ka ndërtuar një shtet rreth vetes dhe jo një shtet shqiptarëve. Dhe këtë pikë Enveri ka mundur nga varri që të dy bashkë. Por të paktën Enveri ishte më sinqert se këta, se kishte me ligj qëndësinë të vetme të Partisë Punës në pushtet, ishte ajo parti dhe asnjë tjetër, nuk kishte pluralizëm, nuk kishte demokraci, dhe të sankcionuar me kushtetut regjimin e tij si diktaturë proletariatit. Kurse Berisha është demagog, i cili për mua këtë radhë ka bërë më zi se Enveri, se e ka bërë më zi se Enver Hoxha? Më zi se Enver Hoxha, nisi karrierën politike pas 90-s, se karrierën reale e ka nisur që në vitin 68, mund të themi, me antarësimin në 8 nëntor. Pra ka zgjedhur një datë signifikative, ditën e themelimit Partisë Komuniste në 8 nëntor 41-shit. Ky është antarësuar në atë parti, në pasuesën e Partisë Komuniste, pra që u konvertua Partia e Punës në 8 nëntor vitin 1968. E kuptoni? Sa vite para? S'kisha lind atëherë. Ashtu. Dhe datindin e tij rastisht e ka në 15 tetor, pra aty afër me udhëheqësit e mëdhej, me Enveri, që kishin 16, edhe Ramizi. Pra zotëria ka pasur idhull Enverin dhe ajo ndjenjë që ka pasur për Enverin nuk është se i ka hikur. Tani mund të ketë xhelozi për vendin historik që mund të ketë Enveri krahasim me këtë. Se sa po vjen koha, diçka po i bie Enverit nga ato që i ngarkoi goja këtij dhe goja këtyre tjerëve, megjithëse këta nuk e përmendin. Por mendoj që Berisha përfundimisht ka mundur për disatën herë veten e tij. Pra gjithë propaganda e nisur në vitin 2021 ka rënë poshtë. Ai që ishte dhe sa të kem frym do të jem përballë këtij personi, minimumi përballë këtij personi, që merr guximin t'i mashtoj shqiptarët edhe të ca vjeç. Po i mashtron shqiptarët dhe demokratët? Patjetër. Që pretendon se është zëdhënës i mendimit opozitar dhe për më tepër pretendon që është shpresa apo zëdhënës i të nesërmes ndryshe. Pra çfarë mund të sjellë ndryshe një njeri që nuk ndryshon? Ai nuk ndryshon. Ai ka bërë një pakt më tepër se të zi me veten e tij dhe qëndron aty, jo vetëm t'i marr peng, po t'i bëj kurban të gjithë shqiptarët nga fillimi fund, dhe të njëjtën gjë shoh dhe ky që është pushtet, pra t'i bëjnë kurban shqiptarët për interesat dhe për epshet perverse që kanë si njëri dhe tjetri. Për këtë jam krejtësisht i sigurt. Edhe Edi Rama i njëjti model. Produktin e kanë të njëjtë. Produktin e kanë të njëjtë. Qasjen në narrativën e të folur kanë më ndryshe, njëri më të ashpër, tjetri më të butë. Qasjen propagandistike, demagogjike kanë të ndryshme. Por produktin e kanë të njëjtë. Dhe merren vesh, domethënë, Edi Rama është pak a shumë mosha ime, 61-2 vjeç, Berisha 80 e kusur me mëkate është 80.000 vjeç, dhe merren vesh sikur të janë kështu, të një brezi. Me një tjetër, s'ka nevojë dhe të takohen, nuk ka nevojë dhe të kenë ndërmjetësa, që për mua i kanë. Po merren vesh mrekullisht, domethënë, me një tjetër.
Po katë, qofse që ndrojmë pak. Pra është sikronizuar një tashme e qelbur deri në qeliz nga krimi me një të kaluar që fatkeqësisht është shumë aktive dhe sot, e zez, përçarse dhe rënuse për shqiptarët, të flasësh me njerëzit që kanë një qoftë kur janë edhe të eksituar paktën në lidhje me që janë në mes debatit, ajo dihet. Po dhe në fillimet e një bisede, që pasaj mund të kthehet në debat, që t'jenë shumë qetë, e shohin si të papranueshme që e ardhmja e Shqipërisë ka ngelur peng në duart e Sali Berishës, djalit tij famzi, vajzës tij non grata, gruas tij dhe klanit tij brenda PD-s, që kur ti përmendesh emra domethënë është skandal se janë në niveli minimal të integritetit, po edhe mbase të veprimit logjikës që mund të ketë një shtresë e caktuar politike, domethënë. Unë nuk e di se si etika politike shqiptare mund të pranoj që të shohë njeriu më të zi politikës Berishën, në krah këtij njeriu më të zi të kriminalitetit politik që është Meta, që dikur janë zënë në mënyrë publike dhe tani bashkohen me njëri tjetrin. A s'është e turpshme që në vitin 2015 Sali Berisha u lurit në parlament kundra Metës për aferën Dia dhe i drejtoi kokë qelbur kokë krimit. Edhe sot guxon, kujton ky se ky ka një drejtë hyjnore që ka drejt na flasi, na bëj metrën para syve tanë. Edhe kriminal dhe për të njëjtën çështje. Ne do bëjmë dhe një emision bashkë edhe gjatë javës, sepse nuk kam qenë këtu, por duhet të bëj një emision me ty për çes dia se kam parë Patjetër. edhe sulme dhe Por nuk është dhënë mundësia as ti artikulosh. Po, unë me fjalën e bukur shqipe unë se ruaj fare pas edhe sulmi. Jo, po. Po, fare, dhe do të shohësh që jam më i motivuar nga ato lloj sulmesh. Tani ky para shqiptarëve i dha drejt vetes ta bënte metën helaq. Dhe për të njëjtën çështje i jep drejt vetes se ky mendon që është kaq i fortë mendimi i këtij, sa ne do ta besojmë të, i jep drejt vetes na thotë për metën 0 fakte 0 prova. Po kaq maskara mund të jetë burri të mosh. Kaq i poshëm, kaq i fllihshëm mund të jetë i burr të mosh. Që e ketër të thënë, unë s'kam dalë një herë në kontradikt, çka kam thënë? Edhe ruaj veten se mos ore. A e kam trajtuar një të temë, se unë të temë sot mund të shoh paktën më të qetë për shembull se më shumë. Po duke qenë që kam një memorje, ose duke qenë që pak a shumë them ato që mendoj, dhe unë e besoj ato që them, zakonisht. S'ke nevojë për memorje. Nuk kam memorje, por nuk para kam dalë në kontradikt, domethënë. Kohët e fundit sikur e ule çik tempin për të rënë Berishës duke menduar që mbase ky do të japi një fund i pak më ndryshe jetës vet, veprës vet politike të paktën, se kam thënë që nuk ndodh. Po ke shumë drejt më. Dhe po të shohësh sot është turbi i madh, ky komuniteti LGBTQRPD çfarë është ky? Po ata PTV. Kanë dalë sot më shumë shesh se pasuesit e këtij. Kuptoti? Po dalim me ata, është fiks fare, dalim me ata. Çai ka bërë Shqipërisë bilataja më të nderuar se ky bile. Dalim me ata, se edhe do të pranoj tash sa të kem frym, nuk do të pranoj kur që Shqipëria të kthehet në duart e këtij. Të mbaroj kjo epokë me Ramën dhe jo më riciklim, rikthim dhe shkatrim total përfundimtar me klanin më të ndyrë që mund të ketë politika shqiptare, më arkaik, më baraktallik, domethënë nuk ka më lidhje me politikën qytetare, më antiqytetare, më antishqiptare, më të poshtër, që trashet dhe pasurohet duke qenë në opozitë. Domethënë, mirë që trashet, se këta kanë ndarë mendin që njerëvi unë pushtet pasurohet mu njerë ti. Po këta më duket sikur kanë bërë si ato ndërmarrjet që janë me shareholder, me aksioner. Po, unë kam thot ai kaq përqind parlament, kaq përqind do i marr unë, kaq përqind ti. Ka shumë mundësi shqiptarët të rinë të shohin këtë budallajin. Që i bën këta më budallaj se veten. Ka shumë mundësi që të jetë kështu dhe për mua kështu është. Kur marr vesh për shembull një arsye për shembull pse
luftohet Romeo. Po ministrat më fuqishëm kësaj qeverie kanë qenë dhe janë miq të Berishës e të Ilir Metës. Ministrat më të fuqishëm kësaj qeverie. Ata që quan dosjen e incineratorëve 2020 ke Sali Berisha. Ata që trashen edhe bashkëpunojnë byth me oligarkët e Berishës. Edhe unë ti e di fare mirë që unë kam informacionin më shumë se të saktë. Jo, këtë e di unë se kam edhe do të vi dita që po pres që t'ju them edhe ca gjëra tjera. Pra, këtu të shkoj bashkëpunimi për të tallur, domethënë. Ajo forcë politike të mos gjej guximin të rizgjohet në opozit, për mua e parti duhet shkri. Pra tregon që nuk ka dignitet, nuk mund të kesh më dignitet, kërkosh votën ti. Ti trego dignitet, rregullo përfaqësimin tënd në partisë, si antar për shembull, merru me se tani mburë që do të vijë Amerika do t'i ndroj tyre. Po ti nëse mezi priske lajmi nga Amerika, pse e kundërshtove Amerikën kaq kohë? Sa u bë Putini më i dashur në bojën e PD-s në 2022, 2023, 2024. Amerika të tha, larg këtij se do hash barë. Pse zbatove ti porosinë e vllajt amerikan. Po tani do të na shesin si aberin e madh që erdhi nga qielli. Kur e solli Amerika aberin e non-gratës, jo kjo s'është kjo, këtë e ka Sorosi. Këtë tjetrin do ta sjellë ky. Po unë mendoj që ky meriton dhe burgun tjetër për lesivitan tani. Meriton një non-grat tjetër për t'ja bëj ligji shqiptar. Pra shi që bashkëpunimi ka me Ramën, sa nuk fillon hetimi për lesivitan. Është 1000% atje kriminalizuar. Ai lobim është për mua i jashtëligjshëm nga fillimi deri në fund. Romeo, qofse qëndrojmë në këto pas rikonfirmimit të Sali Berishës, çfarë pret Partia Demokratike? Se tani një pyetje më takon ta bëj se në edhe tema që gjithë të që thash unë, ishte unë prisja diçka tjetër. Ne folëm disa herë, ti ishe skeptik, folëm për protestat. Dhe po të ishe të requr, ai skifteri i zgërdallosur, i zjebosur, të ishe të requr nga protagonizmi i vijës parë, ti ishe sigur që unë do isha atje. Po do isha minimumi me disa dhjetra dhe qindra vetë. Kupton? Do t'ishin shumica të rinj, po dhe të arsimuar, nga mosha ime, po mbas edhe pak më të vjetër. Dhe në 70 ca vjeç, më ka thonë, jemi gati të bim. Por e shteroj shpresën për ndryshim, sa aty ishte një moment që mund të ndryshonte. Tribunat e manifestimeve, e protestave, janë dhe tribuna ndryshimi, Ermal. Ata nuk e kuptuan që me një Berish të zënë në hall, nuk mundesh dalësh ti tani. Edhe aty u kuptua që ishte çdo gjë skenar. Kur të tundun flamurin, do fillojnë molotovët. Po çfarë pjesë skenari tonë do na bësh gjithë jetën ti? Nga 91 deri tani? Nuk pasa, a e protesta nuk mundet ka që disiplinuar. E di si ta sot. O dyri bylti tush, nuk jetë ti që na hedh ti, se nuk është më ky ka që zgjuar. As ky tjetri që bën sikur i çon fjalë çdo ditë. Deri në 2020 thash Romeo e kam besuar të thash. Ky është mungesë dinjiteti e jona. Këta gjejnë edhe bëjmë me ne. Po ta marrësh atë ta hedhësh në larë me gjithë të tjetrin, se nuk mund vazhdojë më Shqipëria kështu. Të tallen këto, del kjo tjetër thot, për çfarë punim ne? Ne për çfarë punim? Për çfarë punon ti më? Për xezën tonë ke punu, për çfarë ke punu? Një këtej nga krau tjetër. Ky tjetri bën sikur i hap barku për hallin e shqiptarëve. U zgjua ky nga pensioni qet, që rinte një gjysmë hapi pas nga vija parë, që prap kryetari ishte, po ishte de facto, jo de jure. U zgjua ky një ditë bukur për dinjitetin e PD-s e këtyre. E vodhin bashkëpunimet të tjetrin me atë gjyqin skandaloz të Vulës. E bën pazarin 2024 në shtator për kodin zgjedhor. Vazhdon prap. 2 muaj pas zgjedhjeve duhet kishe zbardhur Lasi Vitaja. Nuk i zbardhët. Ky është pazar më normal.
I shtojnë parat këti. Pazar më pazar, po këtu tani, çdo gjë bë pazar. Po si mund e këta të mendojnë që nuk do ja themi. Atë do themi, kokër hajduti, burri poshër, i flishur, që 80 ca vjeç, vazhdon, mashtron, që të mu të gjithë fjalët më të zeza, që s'po i them dot për arsye etike, zërin se i thash për te. Edhe ata që vinë dhe kërcasin dhëmbët me arrogancë në emër ti, po këto fundërina çfarë mendojnë? Se kemi pasur frikë në herë Berishën dhe palaçët që kanë nga mbrapa Berishë, pas është gjë më e poshtë të kesh frikë njerëz tillë, o qoftë edhe kriminali që ka ky tjetër nga mbrapa, që me demek kanë vrarë dhe mburren, edhe bëjnë dasma edhe orgjira në përburgje. Kush po i pyet? A ka mundësi të gjejmë gjuhën një tjetër si shqiptar që ore këta duhet marrë të hedhë kosh plerave të historisë, të dy bashkë, edhe Shqipëria të bëhet nga e para. Se këtu duku si u s'ka shpresë, jo, brenda një javë, 40 ditësh ndryshojnë gjitha ligjet, po të kesh vullnet. Këtu duku si do vi zgjidhja e Salvadorit. Nga vendi me ratingu më të lartë në botë për humbjen e jetës, për vrasjen, për krimin kundra jetës, në vendin më të sigurt. Po tani edhe kështu na marrin qafë ta se na luajnë këta shiko se këto janë ca ligje, s'ka ligje. Një popull ka një vullnet vetin. Ky është vullneti jon. Të na sundojnë dy maskarej të cilët nuk kanë kufi në ligësinë e tyre, në universitetin e tyre, duke na shtypur ne, unë nuk e mendoj kështu. Në këtë zhvillim, doja një koment nga ju mbi ardhjen apo pritjen e ardhjes së një generali si ambasador amerikan. Si e ke parë këtë, foli për spakun me nota superlative, një prej kongresmenëve e pyeti edhe për makinacionet që bëhet në Shqipëri për të goditur ambasadorët apo edhe për t'i blerë për t'i shantazhuar, ishte mjaft i qartë, ka një karrierë të suksesshme në ushtri, edhe në performancën e tij qoftë diplomatike. Çfarë pritet nga ambasadori i ri që thjesht pritet votohet tashmë dhe të na vinë në Shqipëri? Këtë dua një shpjegim patën, edhe duke ditur që ju keni dhe informacionet tuaja, s'po them t'i thoni të gjitha, se s'është me të thënë kjo gjëra, por ai sa është e mundshme. Ai do të vi, do duket si çuditshme në mënyrë si po e përgjigjen. Do të vi si ambasadori i Amerikës, po deri diku dhe si ambasadori i Spakut. Edhe si ambasadori i Spakut? Po. Dhe ky skifteri zjebosur që nxin Spakun, Dumanin, Gjokën, ata tjerë nxin Dadon, që përse ose Dadon e tjerë, do ta mbyllin gojën. Se dalin ca krimba tani që i kam parë unë, që dikur mbunin sistemin e Enverit, pastaj Berishën, duke milituar në rangjit më të larta gazetarisë Berishës, të RD-ja, tani merre me Dadon. Po krimba, askarid. Unë mendoj që do të frenohet kjo retorikë. Se nuk e ka shtrima këta, sa iqen. Dhe realisht ai po vjen i programuar, i ka këshilltarët e tij atje, dhe i ka thënë copë se kjo është politika amerikane. Politika amerikane është diku e sinqertë. Se gjithmonë ka folur dhe me gjuhën e forcës dhe po vjen tani realisht një general diplomat. Po t'ju flasi ashtu siç është për të folur, se kështu marrin vesh ta. Ashtu, po kështu e duan ta. Se na bën pastaj na bën dhe moral demokracie këta që s'kan respektuar demokracinë. Do flasi dhe për gangsterët shurraq që janë marrë me trafik edhe tani na emrojnë ne qeveritarët. Po. Fundërinat që na mbin një ditë bukur, por je pa shkollë, ke para, po mos u futur, mos më qeveris mua. Mos më vendos mua kush do ju në pisanjos aty ku ishe ke rruga, se nuk mund të vish ti pa integritet. Se detyrimisht ti ku merresh me atë punë ti ke tendencë ta blesh pushtetarin, ta blesh pushtetin, edhe ta blesh konformizmin e ligjit, domethënë. Unë nuk e dua këtë. Se ti blenda të killerin ta kesh me vete, bën dhe këtë dhe zgëlaqje i gjithë shtetit në xhepat e tu, edhe gjithë pasojat e tjera do t'i heqim ne. Po, është e vërtet. Se po t'ishe për të bërë që bërë Bolivia,
ishe bërë Ekuadori, ishe bërë Kolumbia. Venezuela e hapi rrugën USHB. Pra unë shpresoj që disa nga këto pushtetarë të mëdhej t'i shohë realisht fatin e Madurës. Fatin e Madurës. Po, ka disa dikur kanë qenë flisin për 4 familje të mëdha, 2-13 grupe, analizat e vitit 2018-2019 të bërë nga partnerët tanë. Është e vërtet. Dhe tani ato janë sa kanë ikur në Dubai. Po, disa kanë marrë pothuaj formën e kartelit. Po. Dhe kështu që gjithë kjo arrogancë për treguar, ti e di që unë isha vizitë edhe tek Dea. Po, e di. Ashtu. Tani, kjo arrogancë do të zgjojë diku reagimin e shteteve të mëdha. Ato mund të zgjohen, reagojnë me vonesë, por reagojnë në mënyrë të pandalshme. Le të marri tani trimat e vetë Berisha, edhe ta ndali diplomacinë amerikane, edhe këtë tjetri. Se ky me të me karqesi që zgjidh çdo gjë. Edhe marri. Romeo, edhe një pyetje të fundit. Unë mendoj që aty ku ka kompetencë SPAK-u, që është pikërisht për krimin organizuar dhe korrupsionin, pikërisht to dyja përmendi ai, edhe nuk përmendi fare të tjera. Nuk tha, dhe ata janë të kujdesshëm amerikanë, thonë, ne e kemi partneritetin me popullin shqiptar. Dhe nëse i drejtohem drejt për zdetit, duhet dishi gjë normal që pak në fjalët tona i dëgjojnë 2-3 partnerë. Dhe si burime, Unë kam si burim si burime të hapura që na referohen, unë i them, nëse nuk doni të humni një popull realisht partner, simpatizant të Amerikës, dhe kanë filluar problematikat, duhet të regohen sinqert për popull shqiptar. Asnjë lloj pazari nuk duhet të jetë të minoj një miqësi të sinqert, edhe frymën dhe besimin që ne kemi, jo vetëm tek Amerika, po edhe ke sistemi demokratik. Po, edhe te demokracia. Pra dhe Europianët duhet ta kuptojnë mirë një zgërdhirje e ministrave, kryeministrit, kushdo qoftë, dhe begenisje më tepër sa duhet e kësaj pune, duke dalë nga skrupuloziteti diplomatik dhe politik, është në kurrizet vetë Europës. Se do humbin besimin edhe do humbin një nga pikat që sot se ne këta të dy bashk, si Rama Berisha, luajmë stabilitetin e Shqipërisë. Jam shumë dakord. Ta mendojnë se e kanë ta në dorë stabilitetin e Shqipërisë. Ajo rregullohet me 2 javë. Gjithë problematikët rregullohen me 2 javë. Ta e kanë dorë, domethënë që edhe i thonë këtyre, ju të doni stabilitet në lini, nëse ne ja u bëjmë të juve, po në lini të zgërlaqim, të zgërdhim të popull ne, ti dehumanizojmë to që kanë ngelur, të marrin çfarë duan pastaj të na shërbejnë neve këtu, çfarë do lloj race tjetër. Burrave t'ju veshin fustane, grave t'ju veshin pantallona, nuk e di, gjitha këto i duan të bëjnë. Dhe një pyetje të fundit do të kem. Se ka marru, ndjes. Edhe për shkak të kohës. Në lini, po për kohën kemi vetë pris, më ne kemi ardhur shtunën. Në lini kam unë punë prandaj. Vetëm kruajtë, vetëm tira. Po kruajtë, dakord. Kështu që unë kam me mirë kuptimin nga ty. Unë jam i bindur që ata duhet ta kuptojnë që e kanë me shqiptar, po më shqiptar do humbi lojën njëherë mirë, po dhe këta marionetat e politikës zezë që mund të ketë Europa dhe Amerika. Unë mendoj që të tregohesh domethënë më tepër sado që ka një etik politika, nuk ka më etik. Nganjëherë duhet të thonë gjëra troç. Shqiptarët duan një shputje nga e kaluara dhe të fillojnë një epokë të re. Kjo epokë e re nuk mund të jetë më duke mballosur atë që është deri tani. Kjo do të jetë një epokë e re me standarde. Ja kush janë standardet. Kjo parti janë pushtet, thotë unë jam pushtet, s'kam se bëj zgjedhje, por kjo parti janë opozit me personin me cilin ka ardhur deri këtu, kjo tregon që nuk del nga thelbi i saj. Për mua ajo duhet ribër nga e para se nuk po hyn ligji. Berisha ka bërë shkelje ligjore. Ligji nuk reagon se ka dhe një kuptimin e heshtjet mazhorancës, pra Berisha në mënyrë të hapur që duhet përjashtuar me ligj nga PD-ja për shkeljet që ka bërë, mënyrë si ka marrë vulën, mënyrë si ku larguan 2025 kur humbi zgjedhjet e tjerë, mënyrë se si përjashton të tjerët, se
ka një komision zgjedhor, prandaj po e mbyll me këtë diskutimin juridik. Ka një ministri drejtësie, ka një gjykat, të cilët e lejojnë Berishën të funksionojë si kryetare e partije, duke zbatuar programin e statutit. Kur nuk zbatohet statuti dhe ka ankesa, ata do të reagojnë. Shohim, do t'i marrim parasysh tani ankesat e Kokalarit, Salianit apo Mereme Seles, që për mua është shumë më dinjitoze se Berisha. Dhe një pyetje të fundit me ambasadorin e SPAK-ut, që ju thatë. Po, unë e vura emrin. Po. Rama, Berisha dhe klasa politike në tërësi, bashkë me Metën që akoma vazhdon edhe nga pasekurave e akuzave, apo dhe zonja Kryemadhi që vazhdon me akuza edhe pse është një personazh VIP. Mendoni se tashmë do e ndjejnë frikën dhe duhet jenë të frikësuar? Pse me një duman edhe me disa prokuror, për mua që donë dhe i diku gjëkoja, njerëz thjesht, po me integritet, ja ku u të rënditëm, po ne do të kemi një qasje shumë të fort. Ta po ullërasin tani, me deme që na ndalojnë, fakt qasje do t'ishtë shumë e fort. Ne do të kishim sekuestrime, konfiskime në miliarda euro deri tani, që nuk i kemi. Po ku ti kërcet se ju ti ka djek poçi i Metës? Ku ti kërcet? Ku ti kërcet se s'ka drita i në tualetin e tij që tani ka bërë qelis, po që dikur kishte 11 hale vetëm në i vil. Mua më dhimbsin ata që ka qenë me punë të ndershme, janë pa pension dhe flejnë tuke historiat e lulishës komunës. Edhe kur është -6 e -5 në dimër. Unë dua që të jepet një shembull të tillë, jo të bëjnë ta nga 3-4 vjet burgët dalin. Edhe shumica, si mund të jetë kjo më? Bën ti 7 vjet burg dënohesh me 6 vjet pa prove. Ku i gjen këta? Po mjafton që edhe kjo nisi, edhe një numër i vogël në SPAK, tregoj domethënë dëshirën për të zbatuar ligjin e për të përballur me krimin dhe këto u shpërfytyruan. E nxorën atë ligësinë mbrapa masës politike. Kështu që mendoj që ai do të inkurajoj pjesën më të mirë të sistemit drejtësisë, që simbolizohet me SPAK. Po është detyra jonë, bëjmë detyrat tona. Duhet ta dim mirë që ne nuk mund të jemi njerëz që është turp, ti thuash tani komshiut, hajde rregullo punët e mia se po të pres ty të rregullohem unë. Ne do të ngrihemi. Një popull që nuk zgjohet, nuk ushqehet me vlera, nuk rritet. Çka ka që vështirë që e ka për ndryshu? Po ndrysho më zgjidh njeriu më të mirë. Që nga pak e vështirë, se ne e kemi provuar. Nuk është fare e vështirë, e vetmja gjë është frika. Ne jemi popull që nuk e kemi vrarë frikën, edhe ne atët pjesën e frikës e tregojmë gangsterlik aty ku s'duhet. Ne jemi të frikësuar. Ne jemi popull të frikësuar. Gjë e parë, që ku njeriu hyn shkallë, se nuk e ka me çelës tani. Tani po fikim drita dhe filloi një etapë tjetër. Shkallë, që kur kam parë se si çfarë përballis të sjell pranimi, besimi, në mënyrë të natyrshme si ka ardhur. Presioni i parë që të bën shejtani dha është frika tha. Pastaj do të jetë përqeshja. Do të përmarrin nëpër gojë, siç na shajnë ta ne. Po. Gojhalet e Shqipërisë, gojshqyrit, që paguajnë në parlament me parët tona. Po ç'më intereson mua? Si do që të më shajnë, unë do të jem shumë më i kulluar se Monika, Berisha, Rama e Meta bashk. Se ndje vetëm që të qelbim nga ana karakteriale. Nuk e kam, s'kam një gjuna, domethënë. Realisht, mund të kem hyrë gjuna që kam bën familjen time përgjithësi, po përballë tyre si më dalin krahët, e shoh vetëm si engjëll përballë tyre. Jam më i lumtur më që këta janë njerëz kaq vegjël, me kaq pushtet dhe janë kaq të vegjël në përmasa karakteriale. Kështu që unë mendoj që shqiptarët do ndryshojnë. Mos kem frikë, po çka kam frikë?
Përballëm. Kjo po jeta ka i fund, mund të vdesësh 20, mund të vdesësh 100. Nëse është e thënë, të vdes sot, do vdes sot. Ama ka rëndësi si vdes. Jules Cezari thoshte nga se ke frikë kur asgjë të përket në këtë botë. Po jo më gjë e madhe, ata kanë besuar më. Po të lexosh Marcus Aurelius meditimet e tij. Ata kanë besuar. Unë i kam lexuar. Lexon Epitektin, 400 faqe, mund t'i lexosh njëri. Po ne duhet kemi dhe edukimin e tillë. Që kjo është edukata qytetare, nuk pranohet më, të kam baba, vëlla, shok, nuk e meriton ti. Ç'a programi ka Berisha? Ç'a afroi Berisha? Referendumin. Po me ç'a programi ka marr Rama 3 zgjedhjet e fundit? Vetëm para ka pas program. Me çfarë programi ka marr 3 zgjedhjet e fundit? Programi im... Po talje. Njerë me atë që thua ti me tepsina me timonin, që mori ka rançani timonin atje, njerë e bëri me atë këngën tallavar, e ku ta diun, pastaj mori kopin e pasaportës. Tani me po si mund të qeshi njeriu, më ta adhuroj njeriu që tall. Ai tall më, po mush tallje komplet, tallje komplet. Me bufin, ç'më duhet bufi mua më? Bufi kënetës. Çfarë bën ti? Se duhet të jetë kaq e fortë qeverisja jote, sa bufi s'do të ketë fytyrë dali. Po, është vërtet. Po ti i lësh tek me të qeverisjen tënde që ti thua që është vetëm aparencë, i kujdesshëm vetëm në formë, edhe atë nuk e ka. E jo më përmbajtje. Asnjë përmbajtje. Po ta çposhtë, asnjë përmbajtje. Pastaj në backstage, të gjithë oligarkët që kishte skifteri i leckosur, i zgjebosur, i ka marrë ky. Më thua njëri mua, si ka mundësi, tha, ky ministri Berishës ta punon te banka, tha. Kollaj, tha shumë. Oligarkun kryesor Shqipërisë, ai ka pas Bas Menderes dhe i dje. Ai ka kaluar te nkra tjetër, që ndan vilat ke Meta, ke këto, dhe akoma se kanë kap, e ke Ameta e tjerë. Ai është tani garanti dhe ka ish miku që këtë punoj prap atje. Korbi nuk ja qetë sytë. Ti mendon ti që ka gjë Berisha me Ramën? Korbi nuk ja qetë sytë. Por jam i sigurt që ta gjej gjë Berishën ose Ramën, të dy shkojnë për një tjetër me dhon gjak një tjetrit. Ta kesh sigurt, e kam kështu realisht. Bëhen me rak aman. E ti ndodhi gjë të largohet njëri nga ai të larqoftë të mbaj atje sikur është gjallë. Jepet të shkopin e Solomonit, 3 atje. Derisa të bigë dhe nga shkopi të anë krimbat, mas 300 vjetësh. Se i duhet atje, se cilit i duhet ekuivalenti ti në krahun tjetër, edhe popullin mes tallin edhe bëjnë kështu. Si duan, e bëjnë qolje themin. Unë të falenderoj shumë. Unë falenderoj. Ditën e sotme, në fakt edhe për shkak të kohës, po na nga e Marta do bëjmë prap një temë që do e zauroj më gjerë, do marrë më kose. Në fakt e kisha programuar ndryshe, por ne di që na duhet edhe të bëjmë edhe disa punti për kushtojmë i shtëpisë, kështu që unë të falenderoj shumë për kohën tuaj edhe kënaqësi Romeo. Faleminderit. Të dashur miq, duke falenderuar secilin për jush nga unë Ermal Peçi, miru pafshim, mos harroni të bëni subscribe Antena Televizion dhe të na ndiqni në emisionin Sinjal.